vetëm një javë kohë dhe do bëj transferimin. Shumë e stresuar me incidentin e djalit, me ndodhjet e shumta që kanë ndodhur. Pas kam marruar të stikerat e djalit. Po mundohem shumë në maksimum të qetësohem, edhe pse e di që të shëja është rritur, edhe pse e di që antitrupat janë rritur. Kam luftuar prej muajsh që t'i çoj sa më poshtë të mundem. Ja dola, ja rrita, por stresi dhe ankthi që më ka kapluar më i forti ka qenë prej një javësh, më bëri që gjitha i mund të më hidhej poshtë vetëm për një javë. S'ka problem, janë gjërat e jetës, do i përballojmë. Rëndësi ka që unë rifillova të përkujdesem për veten në maksimum. Kam dal jashtë, jam në Baçe, shtrehem një çik, marrim derezet e diellit. E di që s'është pozicioni i dur këtu, sepse bën hije telefoni, plus edhe dielli më bie drejt në sy. Kështu. Do doja shumë të tregoja disa ushtrime që unë bëj për disa po më zaj gjumi këtu. Ranka ky dielli që nga një herë e letë, një fllatë, këmbët zbathur në tokë, ky bari këtu sa i but, që nga shumë e. Do doja të tregoja disa stretching që unë bëj për ushqyerjen e mitrës, sepse mitra me të vërtet ka nevojë për ushqyerje, si për oksigjen, për nutrient, për ujë, dhe i bëj shpesh, goxha shpesh, përveç se ecjes që bëj çdo mëngjes, por i kam marruar. Kam një javë ca që i kam marruar. Doja t'ja u tregoja dhe ju, do gjej në një pozicion të lë telefonin, sepse nuk i kam marrë me vete. Kush e nxirte jashtë? Atë që mban në telefonin, është drita llampa. Janë bazike, por unë i bëj shpesh në çdo transferim. Po përtoja shumë të merja dritën që të pozicionoja mirë telefonin. Mora edhe mikrofonin që të më dëgjonit më mirë. Mora një shishe ujë se vjedhi këtu beka të vete në shora 3 ca e drekës. Komshi e dolëm, janë amerikane dhe po më shikonin çuditshëm. Edhe thanë, a je mirë? O, shumë mirë jam, tash. S'ka më mirë se kaq, më ka i frymëzimi. Do tregoj disa ushtrime bazike që unë bëj. I bëj shpeshherë, mund të them për ditë, kur bëj përgatitje për transferimin e embrionit. Gjithashtu i kam bërë edhe kur kam zhvilluar vezët për heqje. Kam, mund të them, një javë që nuk i bëj këto ushtrime, për shkak të stresit që ka qenë prezent edhe situatës familjare që kemi kaluar. Bëj shumë mirë, i praktikoj shpesh, si se tash për transferim të embrionit, sepse bën një elasticitet të muskujve dhe bën të mundur që mitra të ushqehet sa më mirë me nutrientët, të jetë sa më elastike, sa më
e përshtatshme për me fjalë të krijohet ajo zona, ai komforti, ajo shtëpia e ngrohtë, e ëmbël dhe mikpritëse për transferimin e embrionit. Ka video pafund që mund të shikoni, ka metoda të ndryshme, po unë thjesht po ndaj në fakt nuk bëj vetëm këto, por do t'rregoj ato më të qetat, ato më të butat dhe më të përditshme që unë bëj. Kam rushin përballë dhe zogu e erdhi, e mbushi shqepin plot me rush dhe iku para syve të mi. Le të fillojmë. Bëj dhe meditimin. Nuk kam shumë informacione rreth meditimit. Bëheni si ta ndjeni. Unë zakonisht riqet, bëj në një lëvizje të vogël. Mendoj, ëndërroj. Imagjinoj, reflektoj. Rëndësi ka që të ullim atë kortizoli, hormonin e stresit, që është armiku kryesor për të gjithë ne njerëzit, sidomos për personat si unë që vajnë nga një sëmundje autoimune, kam probleme të tiroides, dëshirojnë të sjellin në jetë një fëmijë, të transferojnë një embrion. Është shumë i rëndësishëm që niveli i kortizolit të jetë sa më i ulët. Më shumë përqendrohem në pjesën e poshtme, sidomos kofshët dhe pjesa e brendshme e migrës. Bëj thjesht stretching të pjesës së poshtme. Të kemi një elasticitet sa më të mirë. E di që si për mua dhe ndoshta për ju që mund të jeni fillestar, do keni dhimbje, do mundeni që ta shtrini sa më shumë të punë, por sa më shumë të praktikojeni, aq më pak dhimbje do ndjeni dhe aq më elastike do bëhen këmbët tuaja. Bëni sa më shumë shtrirje të mundeni. Dhe ajo që ka bëj tjetër është i bashkoj këmbët bashk dhe të bëni një hapje të kofshëve sa më shumë të mundeni. Unë jam tjerësi, sepse është hera e dytë që bëj këtë video. Herën e parë e bëra, por nuk ishte zë mjaftueshëm. Dielli bën të vetëm. Kështu që kjo është arsyeja. Se shikoni pjesë të latura, që është vetëm djers. Dhe është mburje, sepse djersa do të thotë të tregoj që kam bërë aktivitet në trup. Që ju gëmbi, edhe mua më gëmbi, fillimisht, por nga që i bëj shpesh, një përveç. Bëjnë këtë gjë sa më shpesh të mundni.
pas aktivitetit që bëm së bashku në Baçe, në bar, edhe pse ju pat një pjesë të saj, sepse një pjesë regjistrova, por ndonjë më gjatë. Eci në mëngjes dhe bëra një orë të mirë e bëra, po shfrytëzoj faktin që bashkëshorti është në shtëpi dhe mund të vëzhgoj djalin kur ai bën gjumin e drekës. Thash, i futa trupit një ujë të mirë, piva ujë vetë, e thash po bëj një ecje, ora është 5:10 e masditës, dielli është i ngrohtë, i përballueshëm. Edhe ajo çka bëj unë kohët e fundit kur bëj ecjen e mëngjesit është dëgjoj ato perlat e Patjon Acisit në YouTube. Janë shumë qetësuese, shumë informuese dhe ja vlen t'i dëgjojnë. E falenderojmë Patjonën. Shpresoj të bëj një orë të plot edhe tani, sepse zakonisht të bëj një orë ecje. Dhe do thoni shumë po bën sot, për sa ditë i ke këto që po bën për sot, për sa ditë mban, vlak. Jo, nesër është ditë e re dhe duhet të fillojmë nga e para për nesër. Këto të sotmet janë të sotme. Po shumë po e ngarkon veten. Ja, s'po e ngarkoj. Mirë i bëj, nuk është ngarkesë. Ju përshëndes.